Mirë mbrëma. Protesta e opozitës ishte një protestë masive, ndoshta protesta që janë përdorur më pak molotov së pak këto 10 vitet e fundit dhe më shumë gaz lotësjellës dhe ujë me piper se në çdo protestë tjetër. Se çfarë është ju Ramën të ishte kaq agresiv, këto do e diskutoj. Kam sonte Armand Shkullakun mirë mbrëma. Mbrëma. Ambasador Nesho, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Jonida Sheu, mirë mbrëma. Mbrëma. Lorenz Vangeli, mirë mbrëma. Në Skype, Andi Bushatin, nëse Andi mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Me qenë se në Skype po e fillojmë bashkë. Një koment për protestë. Për mendimin tim ishte e njëjta protestë që kemi parë edhe erën e kaluar. Do me thënë, unë gjithmonë refuzoj t'i mas protestat me numër njerëzish që kishin kaluar urën apo se kishin kaluar urën. Çështja e kësaj proteste, ashtu si edhe ajo para kësaj, ishte për dy gjëra. Për të bërë të qartë që ky regjim, kjo qeverisje, jo vetëm na vjedhin, por tani e kanë duan të ta legjitimojnë vjedhjen duke i penguar rrugë edhe asaj pak drejtësie që mund t'i ketë dalë nga duar. E para dhe dyta, ashtu si që pa dhe në titujt e mediave ndërkombëtare, e vuri tekstin që opozita në Shqipëri proteston sepse kryeministri është kapur në një aferë të madhe korrupsioni. Pashte një reagim të kryeministrit Rama për këtë gjë, i cili bënte të pafajshëm në fakt dhe thoshte që jemi i vetmi vend në Europë ku opozita politike del në rrugë për të protestuar me molotov e tjere tjere. Po ta kapësh kështu, duket e vërtet, sepse nuk ka nevojë as në Francë, as në Gjermani, as në Itali, opozitat politike të marrin molotovin dorë, këte bëjnë grupime ekstremiste më të vogla. Por kjo është një anë e problemit. Ana tjetër e problemit është që a kemi ne, i kemi krijuar ne opozitës tonë politike në Shqipëri të njëjtat kushte si opozitat me ato vende që do të krahasohet Rama? Pra, një opozite që ti i burgos liderët, një opozite që kur shkon në parlament nuk i lejon komisionet hetimore, nuk i lejon interpelancat, një opozit që bën që është e mundur për ta shtypur, është e legjitimuar që të përdori të gjitha format për të protestuar. Pra, opozita në Shqipëri nuk mund të matet me opozitën në Francë apo në Gjermani, po mund të matet me opozitën në Bielorusi, le të them. To ishin ato që unë tosha si fillim. Lenci. Edhe njëherë kjo protest ishte në vijim të një serie protestash të tilla, të cilat të ndryshojnë nga njëra tjetra vetëm nga data apo nga numri i protestuesve. Kjo kishte më tepër se protestat paraardhëse. Gjajnë si copy-paste me njëra tjetrën në dy drejtime, në faktin e pritshmërive të rritura, gjithmonë më tepër, pritshmëritë të cilat janë maksimale dhe të përfundimit i cili është i njëjtë në të gjitha rrethanat. E një pikpamje, kjo ishte një protest model. Përtej çdo lloj ironie apo cinizmi mund ta quash edhe protesta e fishek zjarit, tregoj një grumbull të madh njerëzish, të cilët nuk janë dakord me këtë qeveri, kërkojnë tërheqjen e Ramës, dorëzimin e Ballukut dhe denoncojnë stilin e qeverisjes maxhorancës në 13 vjet. Edhe episodet e fundit janë hedhja e disa bombave molotov, prap janë pjesë e një skenari i cili është i gjithpranueshëm. Ajo që e bën të ndryshme këtë protestë nga shumica dërmuese atyre të organizuar nga Berisha, ka të bëjë me përgjigjen jo proporcionale që bëri policia në përfundim të saj,
Dhe nga kjo pikpamje duket sikur nderin e kësaj proteste apo madhështinë e kësaj proteste më së shumti e ruajti apo e ngriti Edi Rama. Në një mënyrë krejt pa nevojshme, policia përdori një forcë jo proporcionale që e bëri protestën edhe më të dukshme dhe rezultatin e saj edhe më domethënës. Absolutisht asgjë nuk do të kishte ndodhur nëse edhe ato zjarre sporadike të ndezura nga Molotovi do të ishin administruar me kujdes edhe me qetësi. Pse e them këtë gjë? Të gjithë ata të cilët do të policia filloi të hidhte gas pasi Berisha njoftoi që do shkojnë drejt parlamentit. Pra ne iki. Edhe më shumë. Edhe një arsye. Pastaj tek parlamenti nuk ka lënë rrugic lagje nga të gjitha anët. Edhe banorëve ku s'kishte protestues, vetëm hidhin. Pra, ajo çka ndodhi në protestën e 24 janarit, më shumë se ajo që u duk është ajo që perceptohet. Dhe perceptimi ka të bëjë me nervozizmin e majorancës e cila e ka gjithmonë më poshtë pragun e dhimbjes, pragun e tolerancës. Për të gjithë ata të cilët do të thoshin të kundërtën, le të bëjmë një krahasim. Do të bëj një ndërhyrje, dhe do të marrë ty mendim. Krahasuar me protesta të tjera në kohën për shembull të Skënderbeshit, policia duke tërësisht e organizuar, pa kokë, dhe vetëm hidhin ata që mund të jenë patronazhiste dhe element kriminal. Dhe element kriminal, do të thënë kishte individ të dhunshëm, masivisht gaz lëtësjellës, por polici më të që organizuar në protesta, flas që nga koha që ka Rama, unë nuk kam parë. Unë shtyem për te i kësaj, unë po them që ishte krejtësisht e panevojshme dhe po bëj krahasimin me protestën simbolit të socialistëve atë të 21 janarit. Ka pasur shumë herë më tepër episode dhune nga demonstruesit në atë kohë. Ka pasur përplasje shumë herë më të ashpra. Por le ta kthejmë kujtesën pas dhe ta gjykojmë historinë në mënyrë më të gabuar që bëhet me atë që thuhet me sigurt. Nëse ndërhyrja e policisë, ekzekutimi i 4 qytetarëve pa gjyq në bulevard nuk do të kishin ndodhur, ndoshta e kam gabim, por besoj që jo, gjithë historia e Shqipërisë do të kishte qenë ndryshe. Këto 14 vjet do të kenë qenë krejtësisht ndryshe. Pra nëse policia do të kishte qëndruar brenda gardit të rregullore së saj, brenda gardit ligjor. Ky është momenti kur ke një qytetar të plagosur dhe ata vazhdojnë dhe i hedhin gaz lëtësjellës. Kur del në protesta është si një lloj valvole. Shikoj, ky është momenti që po jepin ndihmë shpejt dhe shikosh çfarë bën policia. Kjo protestat janë një lloj valvole çlirimi e shoqërisë. E cila proteston, kërkon të nxjerr duftë, të nxjerrë inat, të broras, të uluras, të mallkoj, dhe deri këtu është normale. Madje është normale edhe goditja e policisë deri në një farë mase. Shikoj si arreston 10 vjeçar. Sepse nuk ka asnjë shpikje në këtë rast. Përgjigja e policisë do të jetë proporcionale. Fjala proporcionalitet do të jetë është fjala kyç për ta kuptuar këtë gjë. Po deri tek ndeshja, unë po them edhe një herë, janë çështje të demonstruesve dhe të policisë. Po të flasim për politik, unë po të them protesta e 24 janarit dëshmoi diçka në dy anë. E para, mundësinë, limitin deri ku mund të shkojë opozita, së paku me këtë metodologji që ka zgjedhur deri tani, dhe e dyta, që është edhe më e rëndësishme, dëshmon nervozizmin e majorancës. Çfarë do të duhet të ndodhte normalisht? Do të duhet të kishte një nivel shumë më të lartë tolerancë se kjo. Pas kësaj sjellje të policisë, po lë motivet politike të protestës. Pas kësaj sjellje të policisë, a ka të drejtë populli i opozitës në protestën tjetër të bëjë çfarë të mundet? Jo. Pse? Jo, këtë unë sërish nuk e pranoj. Po si mund të sillesh ndryshe me këta? Shikoj çfarë i bëjnë. Jo, ndodh kudo. Nëse shikoni, po, edhe më egër, edhe më ashpër. Nëse shikoni, fjala vjen, unë e kam fjalën në tjetër gjë. Ndodh proteste më ashpër, por reagimi më i ashpër. Ka protesta shumë herë më të ashpra se kjo,
ka dhe reagim shumë herë më të ashpër se ky. Prandaj ju thash, unë ju tentova t'ju bëj një ballafaqim me protestën simbol të socializmit atë që është të 21 janarit. Qofse kujtoni, para disa muesh fermerët evropian francez fjala vjen. Vun kamionët me pleb, s'po përdor një fjalë tjetër, që ja drejtonin institucioneve, jo thjesht për t'i bërë pis, po edhe për t'i poshtruar. Po cili ishte reagimi? Reagimi ishte qetësia nga ana tjetër. Pse gurët, murret, tullat vendosen prap, riparohen prap. Jeta njerëzore është më e shenjtë. E vetmja gjë që bën diferencën është që të jep një lloj ngushëllimi zemërthyes gjithsesi, po ngushëllim mbetet, është që nga jo godin vazhdojnë të qellohet me egërsi, me gaz lotësjellës, me ujë, me pompa, por fatmirësisht ende jo me plumba. Nëse vijohet kështu, edhe ky skenar ndoshta nuk do të përjashtohet, dhe ky do të ishte një rast tragjik për secilin prej nesh. Edhe ne do prisim sa të vi ky skenar, zoti Vangjela? Unë thash, mos o zot, jo. Mos o zot, po deri tani po them, ky lloj përshkallëzimi mund të çojë deri atje. Shpresoj shumë që jo, por nuk e kam më bindje. Ky reagim disproporcional më dha të kuptoj, edhe njerë me zemër të thyer të kuptoj që shkalla e nervozizmit, dhe kjo është sërish një fjalë tjetër kyçe. Në ballafaqimin me popullin e zemëruar, me atë që të voton kundër, me atë që nuk të do, me atë që është i bindur që duhet të ikësh, nuk është ajo e duhur. Dhe në këtë kuptim, prandaj thash që protestën e 24 janarit e shpëtoi Edi Rama. Në kuptimin simbolik të fjalës. Çka kishte veçantë si protestë? Por nuk kishte disa elementë veçantë. E para, e tha Lenci, reagim disproporcional. Por unë nuk e pash të reagim si shenjë të nervozizmit